këtu nëse nuk gjenden përballë faktit, dënimit ose ekziston kulturalisht tek ne është problem ndërheqje. Politikani i fundit që ka dhënë ndërheqje këtu të rëndësishme ka qenë Ilir Meta në historinë e videos. Nuk ekziston. Mëndërisht nuk ekziston ndërheqje. Fatosnano ka pasur ndërheqje. E imagjinon ti për shembull, ta janë disa deputet, nuk po them emra për shembull, hiq Sali Berisha, që gjithashtu e ka kalu kufi. Arrin aty në parlament, edhe mos bëjnë asgjë, edhe mos i dëgjohet zëri. Edhe kur s'ka nevojë ekonomike, vetëm që s'ekziston koncepti i ndërheqjes. Po të kishte ekzistuar këtë gjë, do të kishte ndodhur rotacioni tek ne. Nuk ekziston. Prandaj unë them që sistemi më i mirë që ne mund të aplikojmë në Shqipëri është sistemi amerikan. 2 mandate, 3 mandate shko të shtëpia. Po ta kesh me ligj. Nëse ti do shkosh me konceptin që ndodhi kjo gjë dhe ata do vrasin ndërgjegje. Nuk ekziston. Okej. Kalojmë në një çështje kulturore. E kuptoj. Sepse ne të parin e kemi prije, se kemi bacën e shtëpisë, nuk ekziston ndërveç. Kalojmë në një tjetër çështje, shumë diskutime kanë ngjallur, sidomos kohët e fundit, marrëdhënia e padukshme, se si qëndron e vërteta e marrëdhënies mes kryeministrit Edi Rama dhe amerikanëve apo Washingtonit zyrtar. Për shembull, të gjithë mundohen të kapin e të lexojnë detaje. Për shembull, në festat e 28-29 nëntorit, presidenti Trump i shkroi vetëm homologut Begaj, nga ana tjetër mesazhi i sekretarit të shtetit Marco Rubio për kryeministrin Rama për atë ditë ishte shumë i fortë, nuk ishte thjesht një mesazh urimi. Në rreshta fliste më shumë për luftën kundër krimit sesa për festat e nëntorit. Nga ana tjetër kemi disa vizita për shembull të kryeministrit Rama që ngren shumë pikpyetje të pasbardhura, misterioze, së fundmi për shembull në Katar, në Vjenë. Çfarë po luhet underground? Si e ka marrëdhënien Rama me amerikanët? Kujtojmë këtu që takimet thuhet se i ka të shpeshta me dhëndrin e Trumpit, për shembull Jared Kushner, që Elit Sazani, ndoshta jo vetëm, nuk e dim. Shiko, sjarim gjërat një nga një. Tek ajo çështja që presidenti Trump letrën e ka çuar presidentit Begaj. E ka homolog thua, po. Ti duhet ta çojësh, sepse protokolli ku do ta çoj. Presidenti i Amerikës nuk do ta çojë me nivel tulit. Dhe ajo gjë që ne duhet të çojmë është që pra Amerika ka vëmendje, pra edhe në festat e nëntorit funksionon diplomatikisht që vjen urime. Vim tek letra e Rubios, që është kundërparti pastaj i zotit Rama. Po normal që ne për çfarë lidhje kemi me Amerikën? Ke panë biznes të madh amerikan në Shqipëri këtu 35 vjet. Ne përveç të qenit antar në NATO, në OKB dhe Këshillit të Evropës, ku ne dhe Amerika jemi, edhe në OSB, jemi pjesë, s'kemi ne gjë tjetër në Amerikë. Dhe realisht në marrëdhënie dy paqe Amerikë-Shqipëri, sot gjërat më të rëndësishme kush janë? Bashkëpunimi ushtarak, bashkëpunimi mes shërbimeve sekrete, bashkëpunimi me Departamentin e Drejtësisë për krimin, për spakun etj. Dhe lufta kundër krimit, se realisht këto kemi ne. Se po të kishim pas më shumë Amerikë në brenda, do kishte qenë më ndryshe Shqipëria. Ne kemi Amerikë fare pak. A është i fortë ndikimi amerikan? Po sigurisht që është i fortë, sepse është përveç që shteti lider dhe lokomotive e perëndimit, është gjithashtu edhe shteti më i rëndësishëm i NATO-s. Amerika pagun 77% të buxhetit NATO-s dhe na ka futur në NATO që si jemi jemi brima e fundit e kavallit megjithmonë në këtë çështje. Shqipëria nuk ka probleme të natyrës terrorizmit, nuk ka probleme të natyrës luftës me fqinjet, ndryshim kufinjsh etj. Është në rrugën për të qenë në drejt Bashkimit Evropian dhe sigurisht që çështja e kontrabandës së drogës dhe të krimit të organizuar dhe të pasimit të parave janë çështjet kryesore për të cilat do flasim, sepse këto janë. Dhe fakti që sot amerikanët nuk e urojnë më dhe nuk i thonë ju lum bravo sa mirë keni bërë etj. Lidhet edhe me faktin që jemi në mandatin e 4 të një qeverie. Problemet ekzistojnë dhe normal që nuk është se do fshihen pas gishtit duke thënë që nuk ekzistojnë. Përfundoi
ajo që e them unë, periudha e mjaltit. Me sa duket po shkon drejt përfundimit edhe periudha e dyllit, mes palëve. Dhe tani jemi në atë periudhën tjetër që Si ja themi do të jemi, po. jo, si ja themi do të jemi, ne kuptojmë vetë njerëz. Po, pra, po. Të jashtë dhe normal që kur ka një përplasje mes ekzekutivit, politikës, në fakt më shumë se ekzekutivit, politikës, sepse edhe opozita është me këtë, me prokurorinë speciale, apo me institucionet e sigurisë në vend, të cilat janë mbështetur dhe suportuar pra nga ky i ashtu quajtur aleati kryesor që kemi ne. Por jo vetëm ata, edhe Bashkimi Evropian, po edhe italianë po duam që i kemi fshirë një të afërt. Këtë kam prioritet, sepse nuk e si kemi lënë ne vetes prioritet. Sektorët kryesorë të ekonomisë ne ja kemi dhënë oligarkëve tanë. Nuk ja kemi dhënë kapitalit të madh që të vi nga New Yorku, nga bursat, nga kompanitë e mëdha amerikane, dhe ti kemi ne këtu. Jo. Që atëherë të thohet që po ekziston kudion dhe BlackRock, ekziston dhe kjo, arsye ekziston dhe kjo arsye dhe ne kemi ndërlidhje shumë fishta me Amerikanë. Rubio thjesht ka bërë leximin e asaj që ne kemi Amerika, po de facto me Amerikën s'kemi asgjë. Dhe vetëm gjërat që na kanë ngel janë çështjet e krimit. Ky është prioriteti. Po, s'më thej gjë për këto vizitat e shumë diskutuara, por që nuk dihet më shumë se kaq të Ramës në... Ai po përpiqet, duke qenë që ka shumë qartë që Shqipëria hyn tek vendet me rritje ekonomike jo të vogël në vitet e fundit, paktën nga Covidi e kthej, por me prezencë shumë të ulët të investimeve të huaja. Dhe po përpiqet të thithë investime? Të thithë investimet e huaja, po nuk është kaq e lehtë. S'është e lehtë për shkak të nivelit të korrupsionit, s'është e lehtë për shkak të bllokimit të administratës, s'është e lehtë për shkak të situatës globale gjeopolitike. Pra janë shumë gjëra të cilat nuk janë aq të lehta. Dhe ai po përpiqet dhe mirë bën që e bën këtë gjë. Thjesht çështja është që ka dhe sa gjëra tjera që duhen për këtë vend, dhe këto janë halli më i madh, domethënë, sepse pas një palëzjedhje ku ai mori 83 mandate ku përgjegjësia duhet të jetë maksimale, se është fitoria më e thellë e mundshme ndonjëherë, ai nuk është se bëri një qeveri politike, ai bëri një qeveri teknike me sa njerëz, no face, no name, no number, cilët e njihte vetëm ai kur dion aty, dhe të gjitha ato figurat politike të Partisë Socialiste që edhe kanë drejtuar zgjedhjet e 2021-shit dhe 2025-shit, ti nuk je shef kabinet dhe nuk e shoqë normale, tani ç'a them, ky një punë duhet ta bëj. A vjen investimet e huaja? Ta shohim, deri tani nuk kanë ardhur.